Dje, vetë kryeministri Rama në një qëndrim skandaloz dhe turprues u mundua të anashkaloj rëndësinë e çështjes duke thënë se kërkuesit e azilit janë shqiptar nga Greqia e jo nga Shqipëria. Kushdo shqiptar që ka sot në fisin e lagjen e tij, një familje që ka marrë trastat është larguar për në Gjermani, ndaj si mund kryeministri të kujtojë se tallet kaq lehtë me shqiptarët. Kryeministri një vendi nuk mund mendoj asnjëherë si Rama se populli i tij është aq budalla sa të besoj brocshkulla të tilla. Në vend që të ulet e të marrë masa serioze për këtë moment ekzistencial në cilën ndodhet Shqipëria, ai tallet me dramën e mijëra familje shqiptare nga jugu në veri e nga lindja në perëndim. Kryeministri, ministrat, qeveritarët e pushtetarët duhet kuptojnë se sot ka ardhur koha që të lënë gënjeshtrat, mbulimet e anashkalimet, të lënë më një anë talljen masive që po bëjnë shqiptarëve dhe vetë Europës e të merren seriozisht hapa konkrete dhe urgjente që kjo ndodhi e sotshme e frikshme të ndalë. Por çdo ditë duket qartë se ai, Edi Rama, kryepërgjegjës për këtë eksod të mira familjeve shqiptare, nuk ka asnjë plan, nuk ka asnjë zgjidhje.